Kështu po i pastrojnë luleshtryllet e mbuluara nga balta e përmbytjeve fermerët në Kashish të Fierit. Kisha një muaj kisha dalë në prodhim, zero tash, nuk ka me kokra. Uji me presion largon llumin e vërshimit të vjosës, por njëherë dëmton edhe bimët. Por sipas kultivuesve është e vetmja mënyrë që të kenë ende mundësi për të vjel prodhim. Da mars prilli po ube. Që të fillojnë prap vjele, në atë kohë është vetë bëret qelë. Kjo është e blerë, 5 milion lek, jam i rregull me nit, me tera, me takse, kam dhe lek për te. Rrezik më vete tashmë ngricat që pasuan vërshimet, për shkak të rënies së temperaturave. Sot ishte -3, nesër është -5. Tyllet jetë e kemi, do i hedhin prap. Me llogari pa lapse letër, flasin për miliona të humbura. Më ka bërë dhe më 7 dylym, llogaritet mbi 30 milion lek të vjetra. Këta fermer thonë se verifikuesit e dëmeve ende nuk kanë shkuar në sera, ndërsa dëmshpërblimin e premtuar nga kryeministri e cilësojnë të vetmen mundësi për të shmangur falimentimin. Dëmi shumë i madh është buja kalamajve, ka mellu lek, pa parë, shteti, do të ndihmoj. Të gjithë erdhën deri sa doli lumi. Pas lumit nuk u duk asnjëri. Më të vjetrit thonë se përmbytje të përmasave të tilla nuk mbaj mend që nga viti 1971. Është pothuajse i barabartë me lumin e vitit 71, i cili përmbyti gjithë fshatin. Për situatën fermerët e Kashishtit fajsojnë ndërtimin sipas tyre pa kriter të argjinaturave dhe ngushtimin e shtratit të lumit pranurës autostradës Fier-Vlorë. Ato argjinaturat ngushtojnë, njëri ngushto tjetri, ku do vej uji?